Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem ftuar profesor Arben Baboçi, një nga eminencat e kardiokirurgjisë shqiptare, pjesë e Poliklinikës Universitare Barleti dhe pjesë e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve. Përshëndetje profesor, kënaqësi e veçantë që jeni në emisionin podcast me doktorin. Faleminderit Gent për ftesën, edhe për mua është kënaqësi të jem me ju. Profesor, ne njihemi në rrugtimin universitar së bashku, ju jeni një personalitet me një kontribut jashtëzakonshëm në shëndetësi, po pa diskutim edhe në pjesën akademike në raport me studentët, dhe unë kam kënaqësi të veçantë sot të prezantoj para të gjithëve atyre që na ndjekin një rrugtim suksesi për t'ju dhënë pak nga eksperjenca juaj sa të mundemi që të ndajmë nga rrugtimi me pacientët apo rrugtimi me studentët. Kështu që edhe një herë faleminderit që jeni pjesë e emisionit. Si ka qenë rrugtimi dhe përzgjedhja e të qenit pjesë e mjekësisë? Si keni zgjedhur të jeni doktor dhe pastaj sigurisht rrugtimi profesional drejt kardiokirurgjisë? Si për të gjithë edhe ju e keni provuar vetë, njeriu kur zgjedh ose përpiqet të zgjedhë, nuk është se e njeh dhe aq mirë atë që e pret më tutje, por krijohet një ide. Për mua ka qenë një shtysë e madhe i madh për të studiuar në mjekësi. Mu realizua ajo dëshirë dhe mbarova fakultetin e mjekësisë, u diplomova në vitin 1980 me rezultate shumë të mira. Dhe pastaj do të vinte problemi i ç'do bëj më tej, çfarë drejtimi do merrej në jetë. Në atë kohë nuk kishte konkurse, testime për sa i përket zgjedhjes specialiteteve. Unë e them gjithmonë që ta bënin konkursin edhe testimin 6 vjet për ditë. Të njihnin shumë mirë kush ishe, edhe sa javë ishe dhe drejt kujt specialiteti kishe më shumë prirje. Në atë kohë qëlloj edhe që u formua ekipi i plot i kardiokirurgjisë, pasi ishte një bërtham me profesor Petrit Gaçen që e themeloi bashkë me 2 njerëzit e tij të afërt të profesionit, siç ishte profesor Veli Zogu dhe profesor Ilia Lushani. Dhe me ne u formua ekipi i plot me kardiokirurg, anestezist, reanimator, kardiolog, biokimist, dhe unë isha një nga ata që profesor Gaçja e zgjodhi për të qenë pjesë e këtij ekipi. Sigurisht që ishte kënaqësi, vlerësim, pavarësisht që shkoje drejt një të panjohure, nuk ishte si kirurgji e përgjithshme ose kirurgji të tjera të cilat ne kishim frekuentuar gjatë kohës të fakultetit. Është pak sfiduese të mendosh që bëhesh pjesë e një specialiteti, po një specialiteti të ri, pra të sapo formuar. Si ka qenë ai emocioni juaj personal të mendosh që do punosh me emra kaq të mëdhenj, por të mendosh që do punosh në një ekip të ri. Domethënë ku shumë gjëra mungonin qoftë nga ana e infrastrukturës, qoftë nga ana e pajisjeve, po dhe sigurisht eksperienca nuk ishte në aty ku jemi sot për shembull. Sigurisht. Sigurisht ishte një sfidë, një punë e jashtëzakonshme, qoftë për sa i përket shtrirjes, që të ikte gjithë dita në spital dhe nata, por edhe për sa i përket elementëve të rinj që ti nuk i kishe imagjinuar dhe nuk i kishe parë ndonjëherë. Në atë kohë kardiokirurgjia ka qenë e shkrirë së bashku, domethënë me shërbimin e kirurgjisë përgjithshme,
dhe të kirurgjisë vaskulare dhe të urgjencës në një pavion, klinika e parë që quhej. Dhe ne sigurisht kur filluam punën, aktivitetin kardiokirurgji ishte i vogël, mund të kryeshin 2 operacione në javë, ja 3 shumë. Dhe ne bëm dhe specializimin në atë kohë duke përfituar nga fakti që ndodheshim një klinikë që kishte kirurgjinë e përgjithshme, bëm edhe specializimin në kirurgji të përgjithshme paralel me përgatitjen në kardiokirurgji. Ka qenë punë e vështirë jo vetëm për të përballuar ngarkesën edhe për të mësuar, por një punë e vështirë dhe për të përgatitur në laborator eksperimental për të punuar në klinikë. Në atë kohë Fakulteti Mjekësisë ka pasur një laborator eksperimental me kafshë, ku punoi shumë, jo vetëm nga kirurgjit, punoi edhe nga fushat tjera, shërbimet tjera, dhe aty kemi kaluar periudha të gjata trajnimi për të qenë sa më të sigurt në punën në klinikë. Dhe sigurisht që ishte goxha sfiduese. Profesor, mbani mend rastin tuaj të parë, në sallën tuaj të parë, kur ju është dashur ju të punoni? Sigurisht rastet e para gjithmonë të fiksohen qoftë në kirurgji të përgjithshme, qoftë në kardiokirurgji. Në kardiokirurgji, rastet e para kanë qenë një vajzë rreth 20 vjeçe me një ductus botali, një kanal që lidh aortën me arterien pulmonare dhe që duhet mbyllej që mbas lindjes, që ne 20 vjeç në atë kohë kapeshin dhe me vonesë, nuk ishte mundur të operoje të vegjël, operoheshin të mëdhenj. Edhe ky ishte rasti i parë, dhe një rast tjetër që ishte një djalë rreth 15 vjeç me një defekt, vrim, zëmër që e quajnë, që ishin, po themi, futeshin tek keqformimet e thjeshta, pavarësisht që në kardiokirurgji të gjitha janë të kategorisë parë si intervente, po këto i hynin ke gjërat e thjeshta t'i quajnë. Ka qenë edhe janë të fiksuara sigurisht. Ka qenë emocionuese, ka qenë stres, ka qenë ai momenti i parë që shumë emocionuese. Stresi është më tepër përpara operacionit. Kur futesh në sallë, pastaj çdo gjë përqendrohet në tryezën e operacionit, ndërpriten gjitha lidhjet me jashtë, me me hallet, me problemet, me gjërat që janë jashtë profesionit dhe mbetet në punën tuaj, profesor, patjetër që rastet kanë qenë të shumta dhe të ndryshme, po mendoj që ka patur një moment ose situata në cilat nuk para e harrohen kollaj dhe kirurgët nuk i harrojnë kollaj. Cilat kanë qenë ato raste të vështira që ju sot i kujtoni si ato momente të vështira në karrierë kur situata ka qenë e vështirë dhe patjetër që është mbyllur me sukses dhe është e kaluar. Mund të ndani me ne në një rast të tillë? Patjetër ka pasur, ka raste shumë të këtilla, raste që të mbeten në mendje për specifikat e tyre dhe për zgjidhjet që janë dhënë. Unë do të veçoja disa fëmijë të vegjël që janë bërë në pas vitit 2000, atëherë kur unë ngrita kardiokirurgjinë pediatrike moderne, që janë disa patologji shumë komplekse, ku brenda e gjithë struktura e zemrës është anormale, ku ndarësja septumi pothuajse nuk ekziston, edhe lart edhe poshtë, dhe valvulat që ndajnë barkushet me atriumet, me veshoret, nuk janë të ndara, po është një valvul unike. Pra, duhet bësh një operacion që ta ristrukturosh
plotësisht anatomin e zemrës nga brenda, duke ndarë septumin, duke ndarë zemrën e djathtë nga e majta, dhe duke ndarë dhe 2 valvulat, gjë që është shumë sfiduese sepse nuk ka metra për këtë gjë. Është diçka që me sy dhe me eksperiencë arrin ta ndërtosh për të lënë aq sa duhet në secilën anë të zemrës në mënyrë që të funksionojnë normalisht mbrapa. Kanë qenë një seri operacionesh të tilla, sigurisht unë kujtoj dhe rastin e parë që kam operuar me këtë patologji, ka qenë një vajzë nga Kosova, disa muajshe, dhe që ka ndalë shumë mirë. Kemi pasur një rezultat shumë mirë në këtë lloj patologjie. Pastaj, nga njëherë në kirurgji, të bëj një pyetje kush është operacioni më i lehtë dhe thua një operacion, një lloj operacioni që vërtet është i lehtë. Dhe pastaj mund të pyesim po i vështirë dhe mund të thush po këtë operacion sepse ka pasur variacione anatomike apo ndërlikime të cilat ta bëjnë të vështirë. Po si kirurgji, si zgjidhje, si konceptim, kjo që ju thash më parë është nga gjërat më të komplekse që bëhen në këtë kirurgjinë e fëmijëve. Profesor, po një ndër gjërat që sigurisht nuk e parashikon dot janë dhe komplikacionet në sallë. Dhe sigurisht ju e thatë që hyn për një gjë që është shumë e thjeshtë në dukjen, në parallogaritjen që i bën një operacioni dhe del një gjë më e komplikuar. A ka pas një moment vështirë ku situata është komplikuar, ka pas komplikacione, ndoshta ju ndash ekipe multidisiplinare për të zgjidhur në një moment që edhe ndoshta nuk është parashikuar për mënyrën si ka rrjedhur operacioni? Ndërlikimet janë pjesë e kirurgjisë, pa diskutim. Dhe nuk është që janë të çuditshme, ndodhin dhe në fundit aftësia e kirurgut nuk është që thjesht bën një operacion bukur, por kirurg i mirë, i Zotit, i aftë, është ai që zgjidh edhe ndërlikimet që mund të ndodhin gjatë operacionit. Ndërlikimet mund të ndodhin për arsye të ndryshme, mund të ndodhin për shkak të vetë substratit që kemi përpara, për anatomisë, cilësisë e indeve, më thash, mund ndodhin dhe për gabime njerëzore. Sigurisht që e rëndësishme është që këto të jesh në gjendje ti zgjidhesh. Shpesh duhet të improvizosh. Dhe në literaturë, po të shikosh, ke tekste që merren vetëm me si të zgjidhësh ndërlikime që mund të ndodhin gjatë një procedure që bën. Dhe ka pasur patjetër ndërlikime që janë zgjidhur me shumë art, me shumë sukses. A kujtoni në një rast të tillë, në një situatë që mund të ju vinë në mendje? Kujtoj, po, sigurisht. Më kujtohet një fëmijë porsalindur me një transpozicion të enëve të mëdha të gjakut, që sigurisht aty është një kirurgji shumë fine, shumë delikate, dhe që gjatë dhënies së kardioplegjikut në solucionit që ndalon zemrën, arteria koronare e djathtë, një gjë fare e hollë, ju e keni parasysh në një fëmijë 2 javësh, u lacerua nga presioni i solucionit. Dhe është një situatë që mendoni të bësh bypass në një fëmijë 2 javësh, shumë problemi ndërlikuar. Edhe e zgjidhëm duke menduar aty në çast, duke marrë një copë të vogël perikardi nga perikardi i fëmijës që vesh zemrën, dhe duke përdorur si armë mbi pjesën e dëmtuar, duke e qepur në distancë nga ajo, e cila e zgjidhi problemin e atij lacerimi, e zgjidhi problemin e rrjedhjes, dhe fëmia doli për mrekulli
Nga salla dhe sot e kësaj dite është goxha djalë i rritur. Profesor, çfarë ndjesi është që të kesh para një fëmijë dhe të kesh një çift, një babë dhe një nënë që të vjen dhe të thotë fëmia ime është në duart e tua. Cila është ajo ndjesi që ke në atë moment? Për prindin, pa diskutim që është një shok. Kur kardiopediatri i thotë që fëmia jot ka një keqformim në zemër, i cili është i rrezikshëm për jetën, mund të jetë imediat i rrezikshëm, ose mund të jetë në pak vite në vazhdim i rrezikshëm. Dhe sigurisht këta prindër gjëja e parë, mbasi kalojnë atë situatën e parë, pyesin pse ndodh kjo gjë, kur ndodh, çfarë ka ndodhur, dhe duhet ja u shpjegosh këtë gjë që janë një sër faktorësh që mund të ndikojnë në jetën. Po për ju si mjek që e keni këtë përgjegjësi në dorë, dhe patjetër mbasi i shpjegon çfarë është kjo gjë dhe pse nuk mund të lihet kështu, dhe pse është i domosdoshëm operacioni, sigurisht që i shpjegon dhe të mirat dhe rreziqet e operacionit. Me pacientët, nëse komunikon me kujdes, me durim, ata të kuptojnë, pavarësisht nga kultura shëndetësore që mund të kenë, do durim. Dhe kjo të bën që në fundit është shumë e rëndësishme që pacientin tek familjarët në këtë rast të krijosh besimin, po edhe tek pacienti kur janë të rritur, të krijosh besimin, duhet ta kesh në anën tënde pacientin, jo në anën e smundjes. Duhet ta bësh për vete. Ajo ndikon shumë në punën që do të bësh, besimi që kanë njerëzit tek ty, tek mjeku. A ka pas një moment, profesor, që jeni gjendur në sallë në një moment vështirë, edhe keni thënë, ose keni dalë jashtë kapacitetit tuaj duke thënë o Zot më ndihmo? Apo gjithmonë e besoni që kjo është një punë e madhe, dy duarve edhe një mendje të një kardiokirurgu për ta zgjidhur apo të një ekipi? Keni pas në një moment vështirë të tillë? Momentet vështira ka pasur gjithmonë. Më kujtohet një rast që ka qenë një grua me një stenoz mitrale, kishte një nga valvulat e zemrës të ngushtuar në ekstrem, dhe ishte në kardiologji. Ishte ka hektike, plotësisht nga smundja, e nxirr, një smur terminale, të cilën e transferojnë nga kardiologjia në kardiokirurgji për si rruga e fundit, mënyra e fundit që mund të ndihmojë. Kjo grua ishte intubuar kur erdhi ke ne dhe kishte gjitha mbushur gjoksin me shenjat e defibrilimit, nga që fibrilonte zemra shpesh. Më qelloi mua ta operoja këtë grua. Sigurisht gjithmonë duhet hysh me besimin që t'ja dalim, ose me idenë që duhet të dhënë gjithçka që është e mundur për të fituar një jetë. Dhe kjo mbas operacionit fluturoi. Bëri një dekurs post-operator që na çuditi të gjithëve. Nuk e pristim kur që do të shkonte aq mirë, doli brenda një jave nga spitali. Do me thënë, është në lidhje me pyetjen që më bëre, që ore thua ndonjëherë ç'a ndodhi? Pse të njëjtën gjë bën edhe në një rast tjetër, nuk ke atë rezultati mund të jetë i mirë, po jo kështu spektakolar në kuptimin e një gjëje të këtillë si në këtë rast. Dhe kështu të ndodhin shpesh të tilla gjëra. Profesora, jeni përballur me situata të trishta, se sigurisht puna e madhe që
bëhet ka dhe raste ku ndonjëherë as nuk janë operabël, por duhet hyrë për një sistem të jashtëzakonshëm që mund të ketë shpresë për të jetuar, por nuk shkojnë gjërat siç duhet, edhe për personat të humbasin dhe jetën. A keni patur një rast të trisht që mund ta ndani me ne? Pa diskutim që mjekësia në përgjithësi edhe kirurgjia në veçanti kanë edhe këtë pjesën e trishtimit, të mos suksesit, e cila sigurisht mbetet në mendje. Themi gjithmonë, shqyqyr që kjo është shumë pak në krahasim me kënaqësinë e madhe që merr në atë shumicën dërmuese të rasteve që shkojnë shumë mirë. Sigurisht që një rast i cili nuk ka indikacion për operacion, nuk duhet ta operosh. E para, mos dëmto, është prima non nocere që thot thënia e vjetër latine. Duhet të bësh atë nga e cila i smuri mund të përfitoj. Trishtimi madh është kur në ato vitet e mëparshme, po flas për para 30-35 vjetësh, 30 vjetësh, kur të vinte një fëmijë me një defekt ventrikular të thjesht, një vrim në zemër, dhe i cili kishte kaluar në hipertension pulmonar, dhe ti nuk mund të operoje. Nuk mund të bëje një operacion thjesht, që është operacioni më i shpeshtë që bëhet në kirurgjinë e zemrës tek fëmijët, ti nuk mund të operoje, sepse po ta mbyllje atë vrim ai do të vdiste. E kishte të vetmen valvul shkarkimi që e mbante gjallë në atë periudhë të jetës. Dhe të linte një shije shumë të keqe që pse nuk është kapur më shpejt, o pse nuk ka ardhur më shpejt, sepse me një operacion normal të zakonshëm mund të bëhej edhe pilot, edhe rekordmen sporti, edhe çfarë të donte qefi në jetë. Këto të klinin një shije vërtet... A mund të kujtoni diçka më specifike në një rast që ju e sillni në mendje? Kujtoj disa raste të këtilla, të cilët nuk mund t'i operoje, nuk lejohet t'i operosh sepse bën dëm në vend që të bësh mirë, dhe që e ndjeje veten të pafuqishëm, ta ndjesh veten, ky është trishtimi i madh, ta ndjesh veten të pafuqishëm për të ndihmuar një njeri aq më tepër një fëmijë, dhe ka pas disa raste të këtilla, jo një. Profesor, cili sigurisht në raportet me familjarët e pacientëve dhe me pacientët kur janë mosha më të mëdha, ju përballeni edhe me raste që janë deri diku edhe të çuditshme. Raste që ndonjëherë janë qesharake, raste ndonjëherë që kërkojnë të operohen ndërkohë që nuk kanë asgjë për të operuar, apo histori të ndryshme që mund të jeni hasur. Cili ka qenë ndoshta rasti më i çuditshëm që jeni hasur ndonjëherë? Në lidhje me familjarët? Po, në lidhje me familjarët. Po, shiko, familjarët duan sa më shumë informacion. Sot vëre që ka një tendencë, është prej disa kohësh që edhe ka dhe studime në botë për këtë gjë, nuk është e jona, thjesht, që ka një shkëputje, një largim relativisht, krahasimisht me periudhë më përpara, midis mjekut dhe pacientit dhe familjarëve. Sot është futur teknologjia në mes dhe mjeku në një pjesë të madhe të kohës komunikon me pacientin nëpërmjet teknologjisë, kuptimin e imazhërive, të gjithë ekzaminimeve e MTT-tash. Pjesa e kontaktit fizik nga afër me sy më sy, me pacientin dhe me familjarët, për mendimin tim është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme e para sepse ata duhet kuptojnë mirë me çfarë kanë të bëjnë. Çfarë kemi përpara. Duhet t'ia shpjegosh me fjalë të thjeshta, me durim, duhet t'i përgjigjesh pyetjeve që mund të duken dhe pavend, që mund të jenë dhe pavend, do t'i bëjnë. Dhe mund të lodhesh duke... Kemi ndigjuar raste të këtilla, për shembull, më kujtohet një herë me doktoresh Rushen Golemin, që
po i shpjegonte një paciente që kishte bërë një ndërlikim në njërën veshk që duhej hequr veshka sepse ishte një burim infeksioni për organizmin e nuk funksiononte më si veshk. Dhe harxhoi rreth 20 minuta me kujdes duke ja shpjeguar këtë gjë që kjo veshk duhet hequr në fund, arriti në fjalën që duhet hequr që të shpëtosh ti gjithë organizmi. Dhe ajo që i thotë e shkreta që po mirë më doktoresha, ju e dini, po t'jetë nevoja iqi të dyja veshkat. Nuk e kuptonte. Domethënë, të tilla situata mund të ndodhin. Prandaj do durim, do kujdes, do t'i shpjegosh njerëzve me hollësi atë që profesor, si ndihesh në shoqëri sot kur ecën në rrugë, kur ulesh në kafe, kur jeni midis caktuar, kur ke njerëz që të falenderojnë, njerëz që të vinë përshëndesin, njerëz që janë falenderues për kontributin që u ke dhënë, sepse sigurisht kontakti me pacientën në një kozjate kaq të madhe vitesh është i madh. A ndihesh i vlerësuar nga shoqëria? Padyshim. Padyshim që ndihem i vlerësuar nga njerëzit që të respektojnë, që të falenderojnë, që të janë mirënjohës, nga këta po, ndihesh i vlerësuar. Ndihesh i vlerësuar kur të vjen një djalë 1,80 m i gjatë, i bukur, dhe të përqafon dhe të thotë kur kam qenë 6 muajsh më ka operuar nga zemra. Është një kënaqësi e jashtëzakonshme, është një shpërblim i madh i punës që ke bërë. Pastaj, kjo është ajo pjesa e vlerësimit e cila ty të shijon. Mund të ketë gjëra tjera, unë një gjë e kam gjithmonë, e kam pasur edhe e kam ngritur në kudo që kam qenë, ku ka qenë e mundur për ta ngritur, që vlerësimi i njerëzve, jo vetëm i mjekëve, kudo, në çdo sektor të jetës, vlerësimi i njerëzve duhet të jetë i pa ndërprerë. Ka një neglizhencë në vlerësimin e figurave që kanë bërë histori në krijimin e shërbimeve të mjekësisë moderne shqiptare. Po kështu dhe në fushat tjera. Mbyllet cikli dhe ne kemi profesorët tanë që kanë krijuar shërbimet e moderne të mjekësisë shqiptare. Nuk ka pasur në atë kohë. Janë mbështetur në diçka më shumë se hiçi për t'i bërë këto gjëra, një punë titanike e jashtëzakonshme. Nuk është se kujtohet njëri shumë për ta, përveç se ne kur i përmendim në bisedat tona. Unë jam nga ajo gjenerata që ka qenë mbas këtyre mësuesve të mëdhenj në mjekësinë, është një gjenerat me të cilën duhet të mburret vendi, sepse i zhvilluan në mënyrë të jashtëzakonshme shërbimet e ndryshme të mjekësisë, i dhanë një cilësi të lartë punës dhe rezultateve, duke i bërë të krahasueshme me ato të nivelit ndërkombëtar. Kjo fakt ishte edhe komenti i radhës, se ajo që vjet re rëndom dhe është për të ardhur keq, është që nuk ka një respekt, le ta quajmë, mes kolegësh apo mes brezave në nivel kur përmbyllet një cikël. Pra, ti ke persona, njerëz që kanë dhënë kontribute në jetë vendit, që kanë punuar me vetmohim për 30, për 40, për 45 vite, dhe në fund fare shoqëria të është mirënjohëse në mënyrë të jashtëzakonshme, ndërkohë që raportet e institucioneve nuk janë mirënjohës, sepse nuk ka një vlerësim për këtë punë të madhe që bëhet, edhe kjo është realisht për të ardhur keq, se çdo gjë është cikël, do të rrotullohet. Nuk ka një sektor, dikur ka pasur sektor që merreshin me këto gjëra në dikastere, në nivele dikasteriale e tjerë, që merreshin me këtë pjesë, ruanin, gjenin, kujtonin kur janë datëlindjet, kur janë raste
ku duhen kujtuar njerëzit e ku duhen... Leksionet e para, kur bëjnë në çdo lloj në kardiokirurgji apo në llojet e tjera të kirurgjisë, leksionin e parë e kam një leksion ku bëj një historik për të kujtuar emrat e profesorëve tanë të nderuar që bën të mundur me punën e tyre që të jemi këtu ku jemi sot. Para disa muajsh organizuam në Akademinë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave një forum mjaft të gjerë, ku morëm nga çdo sektor i shkencës dhe i arsimit, figurat më të spikatura, aty ka shumë. Po, gjetëm disa, se nuk ja dilje do të bëjë, ne folëm për rreth 25 apo 30 figura të shquara gjatë atij forumi. Dhe prekëm nga çdo sektor për të bërë atë që mund të bëhet për t'i kujtuar edhe për t'i vënë në atë pjedestal këta njerëz të mëdhej që kanë kontribuar në këtë gjë. Dhe kjo duhet bërë, e them, nuk e kam vetëm për mjekësinë. Duhet bërë në çdo fushë të jetës. Profesor, ju më thatë një gjë që në fakt më pëlqeu që në fillim, më thatë që arsyeja pse jeni në mjeksi ka qenë një sistemi babait tuaj në mënyrë të jashtëzakonshme. Sigurisht prindrit na japin këshilla të vlefshme që bashkëtojnë me ne dhe ne të çojmë pastaj në brezat e tjerë. Cili ka qenë ajo këshill e vlefshme babait tuaj apo ndoshta e nënës tuaj që ju ka bashkëqëruar gjatë gjithë jetës tuaj profesionale? Mbase nuk do ishte një thënie, një këshill, është një, po i thua dikujt që shiko, ki kujdes të bësh këtë. Mbase nuk është thjesht një thënie. Është një mënyrë jetese që më është edukuar nga prindërit e mi që në vogli, më është edukuar jo thjesht me fjalë, po me shembull. Dhe ajo që më ka ngelur në mendje si më sintetike e kësaj gjëje është që bëj sa të mundesh mirë. Bëj sa të mundesh mirë në jetë. Dhe një gjë tjetër më specifike pastaj për sa i përket profesionit, është kjo që i smuri është një njeri që ka një hall të madh, edhe që vuan. I disponibël me pacientin, përgjigju dhe mendoje sikur të ishte një njeriu jot, të cilin po e ndihmon, ose konsidero si një njeri të huaj. Profesor, që tjetër që doja të dija, sigurisht eksperiencët tuaj jetësore, keni patur momente të vështira, keni patur momente që mund të kenë qenë pikëkyçe në jetën tuaj. Ka pas ndonjë moment shumë të vështirë që mund ta ndash me ne në karrierë, në jetë, në familje, momente që të kanë ndihmuar pastaj, të kanë dhënë një leksion të mirë për jetën, që mund t'ju japin të rinjve që na ndjekin si një këshill më pas. Momentet të vështira gjatë profesionit mund të kesh. Po ta marrësh si periudhë, unë do të veçoja dy periudha të cilat kanë qenë vërtet të vështira. Ajo e fillimit të përgatitjes dhe të punës si kardiokirurg në vitet e para. Dhe periudha e dytë ka qenë periudha kur bërat mundur të realizoja atë sfidën e jetës time për krijimin e kardiokirurgjisë pediatrike moderne. Pra, të arrinim të operonim bebet, të arrinim të operonim fëmijët brenda vitit parë të jetës, që kur lindin edhe në muajt e parë të jetës, për t'i zgjidhur këto probleme, sepse periudhë e vështirë, sepse do të niseshi nga gjëra që nuk ishin bërë më parë. Operacionet tek fëmijët ishin
ishin bërë më përpara, por në fëmijë të rritur, në fëmijë nga 5 vjeç, nga 10 vjeç, nga 15 vjeç, jo në fëmijë bebe. Dhe indikacionet për të operuar këta fëmijë janë që shumica dërmuese e tyre duhen bërë brenda vitit parë të jetës në mënyrë që të marrësh rezultatin qoftë për mbijetesën, qoftë për gjatësinë dhe cilësinë e jetës në të ardhmen. Kjo ishte një nga periudat e vështira. Me thënë drejtën, ishte edhe periuda kur e fillova këtë gjë, ishte i periudhë e vështirë, ishim vitet 99, 2000, 2001 deri nga 2005 që u bë e mundur, ku ju keni parasysh ishte situatë shumë e vështirë mbas 97-ës, 98-ës, mbas periudhën e luftës në Kosovë, 99-a, e të gjitha këto. Dhe mu desh të punoja vetëm, në kuptimin që t'i zgjidhja gjërat vetë. Realizova disa projekte në atë kohë, edhe për infrastrukturën, për ristrukturimin e kardiokirurgjisë që u bën normat europiane në atë kohë, dhe duke ftuar kolegë, eminenca nga jashtë që bashkoheshin. Unë isha specializuar me ta, unë e dija mirë punën time. Problemi ishte që puna në përgjithësi mjeksi, pas sidomos në kardiokirurgji, është një punë ekipi. Ekipi, absolut. Është një punë ekipi. Të hallkat e tjera nuk ishin të përgatitur për të, dhe me ndihmën e këtyre kolegëve që vinin duke punuar bashkë, arritëm ta punë e vështirë, punë me shumë stres, por që ja dolëm. Profesor, çfarë të trishton më shumë ti në shoqërinë tonë? Ndoshta mosmirënjohja, ndoshta sjellja jo e mirë, çfarë ka diçka që të shqetëson, të trishton në përditshmëri? Më trishton ajo që tham përpara, të qenit i pafuqishëm përpara një situate ose situata të caktuara. E ndjen veten të pafuqishëm për të bërë diçka. E dyta, mosmirënjohja, jo për nga radha, se nga radha mund të jetë e para. Mosmirënjohja është vërtet jo për ta ndjerë për veten e tij njeriu, sigurisht që e ndjen, po edhe kur e ndjen në rreth e rrotullt, të lë një shije shumë të keqe. Të kesh bërë shumë për të ndihmuar, për të zgjidhur probleme e tjera, dhe të mos marrësh një kënaqësi nga kjo, të shprehur nga ata që duhet të shprehin, sigurisht që të lë një shije të keqe. Tjetër gjë që më trishton, ka trishtuar, ka qenë kur ti si kompetent, si njeri shumë i përgatitur profesionalisht për një gjë, bën disa propozime, disa sugjerime për përmirësimin e punës, për ta çuar më përpara, për ta bërë më efektive këtë gjë, dhe kalohen me neglizhencë, nuk merren parasysh, të vjen keq. Të lë dhe kjo një trishtim. Po a keni pas në një moment, për shumë edhe domethënë se sigurisht kur flasim për vlerat njerëzore, ne edhe risillim në mendje momente të tilla që mund të kenë ndodhur edhe në mënyrë personale. A ka pas në një moment që le të themi jeni mërzitur sa që keni thënë do bëj një hap pas, ose do bëj një tërheqje? Keni pas në një moment thyrje të tilla në jetë, në karrierë? Jo, për të më penguar ose për të më bërë të rimendoj punën time, nuk ka pasur. Të tillë nuk ka pasur. Ndjen vështirësinë, ndjen një stepje në një po jo tërheqje, që ta lësh për gjysëm një gjë të cilën ti ke bindjen që duhet bërë dhe mund të bëhet shumë mirë. Nuk më ka... Në momente të vështira, ose në momente kur jeni të mërzitur, keni në një telefon të parë që bëni, në një person që e keni si emergjencë për të dëgjuar? Nuk kam dashur kur ta ndaj mërzinë time me të tjerët. Mund të qelloj që ta bisedosh
një gjë, sepse qëllon në bisede sipër. Por kur nuk kam dashur që ta shkarkoj, sidomos në familje, nuk i kam çuar kur hallet e punës në familje. Në familje duhet të shkosh dhe të jesh që çdo gjë ka shkuar mirë, çdo gjë është në rregull, nuk duhet ti bësh pjesë edhe me shoqërinë. Të pyesim nga njëherë, pse si në formë sot, je si i mërzitur e kështu, ma një qik lodhja, një qik kështu, nuk ja vlen të ti implikosh edhe tjerë ti bësh pjesë e asaj. Profesor, do doja po ashtu t'ju pyesja në raport me studentët. Ju keni dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në edukimin e brezave. Edhe pyetja që më vjen letas në mendje është si e shikoni ju studentët sot? Domethënë, a kemi të njëjtin dëshirë, të njëjtën emocion, të njëjtën rendje mbas dijes së studentëve sot me studentët e dikurshëm? Them një gjë, e kam thënë vazhdimisht, është eksperiencë gjatë pa diskutim. U bën 40 e sa vjet që përveç punës në klinik, bëjmë punën akademike me studentët. Ai që do të bëhet, do bëhet. Edhe përpara, mbase ishte motivi më i madh që të shtynte për të mësuar, sepse humbisje shkollën. Po të ngelje një vit, vitin e dytë, se more ikje dhe nuk ktheheshe më. Sot kjo gjë nuk ekziston dhe mund ta vazhdosh shkollën. Edhe kjo mund të jetë një faktor që në atë kohë mbase përpiqeshin më shumë. Por ai që e ka vendosur që unë do bëhem mjek dhe do bëhem i Zotit sepse dua të arrij në këtë pikë ku kam thurur ëndrat e mia, ai do bëhet. Kështu ka qenë edhe kështu do jetë për mendimin tim. Sigurisht që gjen nuk është kjo e thëna që nuk kam më sot kanë si atëhere, ja, gjen sot plot studenta të mirë që je i sigurt që në të ardhmen do shkëlqejnë në profesion. Nëse do t'ju jepi një mesazh nga ky podcast të rinjve që studiojnë në shkencat mjekësore, cili do të ishte ai mesazh për t'i dhënë një lloj stimuli dhe motivimi për shkuar përpara? Ajo që unë do t'i thoja të rinjve student, specializant, të gjithëve, e para është që punën klinike të mos e ndajnë kurrë nga libri. Libri duhet jetë, libri në kuptimin e literatura në përgjithësi, duhet jenë gjithmonë të përditësuar me të rejat e shkencës, e para. E dyta, duhet që të jenë gjithmonë mirënjohës dhe të kujtojnë mësuesit e tyre, të mos i harrojnë kurrë dhe t'i kenë gjithmonë në zemër, të shprehen gjithmonë për mësuesit e tyre. Dhe atë që thash edhe më përpara, në mjekësi ta shohin pacientin si njeriun e tyre. T'i qajnë hallin pacientit, ta ndjejnë si për vete atë që pëheq pacienti në mënyrë që t'i shërbejnë në mënyrën sa më njerëzore të mundshme. Profesor, unë të falenderoj shumë. Në fakt, ne dal nga dal kemi ardhur afër fundit të emisionit. Unë do doja edhe një pyetje të fundit që përpara se sa ta përmbyllim. Çdo njeri ka një qëllim, dhe çdo njeri vendos vetes një motiv pse ecën për ditë, pse çohet, pse shkon në punë edhe pse punon, edhe sigurisht ka nevojë që të mbahet mend nga njerëzit në një mënyrë të caktuar. Si do doje që profesor Arben Baboçi të mbahet mend nga njerëzit? Të mbahesh mend si një prej tyre, të mbahesh mend si një njeri i cili ka punuar me shpirt për të mirën e njerëzve,
për edukimin e brezit të ri, të mbash mend si një njeri i kësaj shoqërie me ato të mirat dhe me të këqijat e veta, por gjithmonë duke vënë në plan të parë pjesën njerëzore dhe pjesën. Profesor, unë të falenderoj shumë. Të falenderoj edhe për të gjithat kontribut të jashtëzakonshëm që ke dhënë. Në gjykimin tim personal, për aq sa unë ju njoh juve dhe për sa kemi patur bashkëpunim ndër vite, mund t'ju them që kontributi juaj është jashtëzakonshëm, qoftë si mjek, qoftë si profesor, dhe jeni absolutisht ai person në sistem i cili gjithmonë ka ofruar qetësi, ka ofruar balancë, ka ofruar profesionalitet edhe aty ku nuk dukej koha për të patur qetësi, balancë apo stabilitet. Falenderoj. Faleminderit shumë për ftesën edhe për fjalët e mira që më thatë. Falenderoj dhe unë juve. Duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.